Përveç analizës që bëm, po themi me vendosjen e elementëve të ndryshëm, mund të kemi edhe lëvizim edhe me dizajnin e pivot table, këtu ku kemi tek design, layout, këtu kemi subtotal, pra nëse nuk dua që t'i kemi këto totalet që janë tek secila prej tyre, pra këtu mund t'i heqi, ose dua që t'i kem, po themi dua t'i kem në fund, i vendos këtu, nëse dua t'i kem në fillim, i kemi at top of the group dhe na i shfaq këtu sipër, nëse nuk i dua fare, bëj do not show subtotals. Grand total, nëse nuk e dua, po themi për sipas rreshtave dhe kollonave, nëse dua e klikoj këtu tek on, nëse dua vetëm për rreshtat on for rows only, nëse dua vetëm për kollonat on for columns only, dhe shikojmë që e kam grand totalin vetëm këtu në fund. Nëse i dua për të dyja, klikoj edhe këtu dhe i kam edhe sipas rreshtave edhe sipas kollonave. Nëse nuk dua, po të kemi tek pivot table options, këtu kemi edhe mënyrën se si po themi e shfaqim të pivot table, showing tabular form, pra nëse i kam më të vizuar këto kuadratet brenda, repeat, pra këtë nëse është kategori kryesore dhe nuk dua që po themi për arsye estetiket më shfaqem, por nëse dua e shfaq atë, do not repeat, e heq përsëri, blank rows, pra nëse gjithë ato që janë blank dua t'i shfaq, ose remove nëse pra gjithë ato që janë blank i heq si rreshta komplet. Nëse nuk i dua headersat këtu, pra kjo këtu në këtë rast kalon, nuk qëndron më si headers. Sipas në këtë rast sipas kollonave, nëse nuk i dua headers, apo ta shikoni automatikisht hiqen dhe bëhen si qeliza normale. Nëse i dua branded rows, pra gjithë ato qeliza që kanë në këtë rast rreshta, i bën një rresht të vizuar dhe një rresht jo të vizuar, por një rresht po themi i vendos një hije dhe një rresht jo. Nëse i dua kollonave, automatikisht bën të njëjtin gjë. Nëse këtu dua po themi zgjedh njësoj si tek tabela, zgjedh lloje të ndryshme të pivot table, sipas interesit po themi që kam, ose sipas analizave që jam duke bërë, pra njësoj funksionon si tabela normale dhe tabela e pivot table-it në këtë rast. Nëse po themi dua të vendos tek pjesa e numrave, shkoj tu tek home, vendos presjen dhe automatikisht kaloj në accounting dhe e njëjta gjë këtu me grand total, që të jetë po themi më e paraqitshme nga ana e numrave, me qëllim që t'i dalloj ato mishet nga 10-et e me radhë.